Kjo epizod do t'jetë epizodi i fundit për 2025, edhe padyshim që do jemi bashkë edhe në 2026, edhe kemi ende punë me bë për kreta ata njerëz cilët me të vërtetë dojnë jetën e shëndetshme cilësore, edhe ushqimet të cilat kanë shije njëkohësisht edhe janë të shëndetshme. Por me që është epizoda e fundit edhe i bjen pak para ndrimit të motëve, na kemi me vendos me realizu sallatën më të famshme, e cila fatkeqësisht s'është njeri, si përndryshe shko njeri më i famshëm. Sallata ruse. Sallata ruse, po e shëndetshme. E shëndetshme. Edhe faktikisht para se me gjatë gjirimeve normale dim që sallata ruse, po ruse të përgatisim. A e ty në është dhe me thënë. është recet ruse. Gjatë gjirimeve djemt në alëshur muzikë festive, edhe për një me patat presionin e natës vitit rritu e dekoru sallatën ruse me lëshu të avëllinën me po mishin, se zakonisht merë ma shumë mishi lele. Jo, sallatë. Mishin me një janar kera me... Po, këtë smet, pa tjetër. Këtë herë gaqme prej... Po, në fond të emisionit do t'i njoftojmë edhe për takimin ton të parë të 2026, sepse do t'jetë një super takim. Ndërkohë, sallata ruse e shëndetshme, tha Lena, produktet të cilat i përdorni ju, kanë të njëjtën shije me produktet cilat i përdor Lena. Për shembull në vend të majonezit, Lena ka marrë jogurt grek. Në vend të i ka zëvendësuar në vend të majonezit kena me kombinu kosin ose jogurtin grek, avokadon, limon edhe vaj ulliri. Më thonë kena me bue një majonez shëndetshëm. Edhe vizet e zjera, sepse i lash me qëndru të ngrota. Nuk e dija kena bo shumë, po nëse të projnë i hajnë. Kokush i hanë. Kokush i hanë. Trangu i turshi, bizele, karota, limon, avokado, shega për dekor, vetë zira, kosi grek edhe limon, edhe këto janë vetëm për dekor. Po. Vaj ulliri normalisht. Më thënë kjo është tavëlina jonë. Tavëlina jonë e fund të vitit. Okej, Len, atër fillimisht kemi me shku perimet. Zakonisht baza është patate, bizele edhe karot. Po. Mujmë me zgjedhë edhe perimet tjera, po kështu shkën sallata ruse. Okej. Perimet i zim, deri sa ta rinë zirjen maksimale. Pastaj i shtojmë te sallata i kombinujmë me perime vezë, trangu i turshi edhe normal majonezën e shëndetshme që kena. Po, edhe që ka shia la ma të mirë. Po. Unë fillimisht për perimet pikaloj për muzir. Aman. Sa kena me pritë, sa minuta zihen Len? 15 minuta. Në ndërkohë, ne vazhdojmë me? Në ndërkohë, përgatisim pjesën e sosit. Këto mujna edhe me blindu për malet, për me pas malet me mu dal ma kremaz. Okej, a për blendojmë sot? Po. Për shikus tonë? Po. Po e bluajmë. E shtojmë kosin grek, avokado. Të kjo i shtojmë vetëm 2 vezë. Të zjera? Po, të zjera. Masi veç kemi me blender, format filloj... Ma të mëdhaja. Po, s'ka lidhje. Ma të mëdhaja. Shtojmë vaj ulliri si gjithmonë me tamen. Po dikon kanari shqiptarve. 2-3 luk. Edhe langën e limonit. Nalt? I kemi një shtrysë. Që? Mujmë i shtu edhe me lmesas, pas dëshirës. Edhe forma mundet me u realizu si do që dëshirën jo në shpi. Mundeni në tepsia të gashme që e ka formën e vetë, mundeni me dorë. Vitin e kalume kemi bu në formë mandarinës. Po. Që mujmë me bu në formë shegës, në varet, sa do me bu sasi, na kena me bu ma shumë edhe kena me bu pak më të modhe. Kena me bu formën tradicionale të sallatës kejk.
ma mira haqështë. A mund është pak lenë kamera, po kështë duket. Do me thonë, ma dorëzoj. Tregaj e te, unë ti qas milmesa. Asyja pse i kalon vizë pak ma të mëdhaja, është sepse kemi me i vendosë edhe në Qasë pa në kotë randa që pishes pak. Krep. Krep pak i qite.